qenë ligjërata moment xhelozie janë mundu me da xhelozi urrejtje dhe xhelozia si rezultati i dashurisë, na kena fol më shumë për këtë dytën. Sot e kemi një moment tjetër që për momenteve kritike në jetë, e cila nuk është lehtë edhe mu shpjegu, është momenti kur njeriu e humb vetbesimin. Sikur xhelozia, ditë që e shpjegum se është një ndjenjë e cila duhet të jetë me masë të njeriu, nuk duhet të jetë njeriu pa xhelozi, po s'do të i kaloj vijen ose limitin e xhelozisë se kalon smundje. Qashtu është edhe trajtimi i temës së vetbesimit ose humbja e vetbesimit, sepse na kemi dy telashe. Telasha e parë kemi njerëz që kanë vetbesim të prunë, edhe kemi telashe me njerëz që kanë humb besimin ose kanë humb vetbesimin. Janë dy skaje të kundërta që janë shumë dëmshme për formimin ose për ballafaqsimin me problemet e jetës. As njëna as tjetra nuk janë në rregull. Normal na më shumë kemi folur sot për humbja e vetbesimit, po as parasysh se është shumë e rrezikshme mu ballafaqu në jetë me probleme të caktuara, po kjo nuk i bën që na po thrasim gjithçysh me të kalu vetbesimin edhe me qenë njëri i cili nuk e vlerëson veten, nuk i vlerëson mundësitë edhe ka vetbesim të prunë, merr detyra kanjëherë shumë të mëdha, me vëllëm shumë të madh, të pas parasysh se jam mërmene që ka këtë elementet dhe fuqit me krye dhe zakonisht nuk i kryen. Edhe shpesh na ndodh kjo. Për aty në historive botërore që më pëlqej është Hitleri. Hitleri është për njerëzve, supozohet për njerëzve mas shumë të që ka pas vetbesim gati në karrierë ose në histori të Evropës. Me gjatë fund i ka kushtu kjo, sepse Hitleri ka pas qaq vetbesim sa që nuk e ka pranu asnjëherë se mundet me gabu, mundet me humb, se ka pranu humbjen. Edhe Hitleri ka bo vetvrasje në fund jetës tij, veç pse s'ka arrit krejt botën me sundu ose me pushtu. Domethënë ja ka marrë mendja që çaq vetbesim ka pas më sa që s'ka pranu asnjëherë faktin që ka ndaj çështje, ka ndaj dështim jetë, ka ndaj ballafaqim që njeriu s'mundet me triumfu, edhe për aty në synimeve tina me sundu botën, edhe me qenë prandër i një fuqie globale, botnore, faktikisht e ka boshë në fund taj me bo vetvrasje. Ajo që kësha dasht në stfarfillimi xhamatin nderuar është se kanjëherë na si njerëz qytetar të rëndëm kena një telashe te vetbesimi dhe te vetbesimi të prunë, te dobësia e vetbesimit edhe dobësimi i vetbesimit edhe te vetbesimi të prunë. Sepse kur po na u paraqiten çështje të caktuara në jetë ose detyra ose problematika në jetë, na shkojna me atë fiksimin. Mu e kryj edhe s'mu e kryj. Mu e kryj kanjëherë mund me konë vetbesimit të prunë, e s'mu e kryj mund me konë dobësim i vetbesimit. Domethënë se nuk janë bre çështjet në jetë kryesisht janë relative, nuk janë fikse. Në shtatë që të punë që detyrë që përdojnë i madhon, mu e kryj 60%, 70%, relativisht mu e kryj. Në shtatë s'mu e kryj 100%. Po ka dhe nëjë punë që zot me thonë s'mu e kryj. Se në shtatë është relative, në shtatë 30% mu e kryj. Në shtatë 60% mu e kryj, ose 40% mu e kryj. Për që ta çështja e fiksimit se ja kryj, ja nuk e kryj, shpesh edhe na tollovit neve vetbesimin, sepse kanjëherë kjo nuk mu e kryj, këto s'mu e bëj, këto nuk mu e kryj, këto nuk mu e kryj, kjo për na prodhon dobësim, na po dalëm kanjëherë që unë s'pëdi kur gjë me bë, unë s'mu i kur gjë me bë. Të pas parasysh se ty refuzu detyrat ose sfidat e jetës, të thonë gjithë, kjo s'e për mua, këto s'mu e bëj, kjo është e ranë, kjo e ranë, ky provim s'mu e, ky drejtim është i ranë, edhe për na ndodh një farë dobësimi, njeriu s'po i beson vetit. Anën tjetër, këto e kryje, çati thush e kryen, është tani vetbesimit të prunë, edhe në fakt kur njët vetë s'kryen detyrë që shduhet, domethënë gjanat në jetë janë relative. Nuk pak gjana në jetë që mund i kryjmë 100%. Për që datë me qenë njeriu objektiv me vetveten, në kuptimin edhe pozitiv edhe negativ. Edhe kur dësh me mohu diçka, s'ka mundësi, po 10% ka mundësi, ani që to 10% mos e moho. Domthonë ti mund me bëu diçka. Po 10%, po edhe nëse 2% ti mund të bën diçka. Ata musliman kur japshin sadak,
E ke pa, sadak. Po sadak, po 3 urma, po çto i kam unë? Çto më duam i dhon? A e ka? Don me e ka një vetë besim për çat mundësi që e ka, domthon nuk e thjesht nuk e kanë rënë vetën, nuk kanë thonë skam, smoj, s'di. Jo kam diçka, muj diçka, di diçka. Domthon është çështje relative. Momenti i humbjes së vetbesimit është momenti kur njeriu fillon me dyshu në aftësitë dhe mundësitë e tij për mu ballafaqu me problemin. Ose me sfidën, ose me ndaj detyrë. Ç'kjo është definicioni. Është momenti kur njeriu fillon me dyshu në aftësitë e tij, në mundësitë e tij për mu ballafaqu me ndaj sfidë të jetës, me ndaj problem të jetës ose edhe me ndaj detyrë të jetës. A dini pse është moment kritik, xhamatin e nderuar? Sepse me bo mos me ditë me menaxhu momentin e dobësimit, vetbesimit, ose momenti kur njëri nuk i beson vetit, është qaq moment kritik që ose të qetë të lenë në skenë, ose të qetë pe i skenë. A dini këta në skenë për tjenë? Nëse s'din me menaxhu qitë moment, ti ki mundësi me dalë pe i skenë, kur një tonë dhe i desë më ndelit skenë mo. Skenë e kam për qëllim jetën. A dini sa studenti, ka ra i probleme, ka ra nëherë një probleme, ka që. E ka lënë krejt. Me qindra mira njerëz. E ka lënë krejt shkollë, veç për një problem. Se thjesht është moment kur ka fillu me hu besimin vetën e vetë, edhe tash, ose, kështë një sa interesant, ose kemu ballafaqu e me triumfua me meti fuqishëm në skenë, ose s'kemu ballafaqu iq me ko kemu dërzua dhe keme dalë për skenë. Për që ta kanë thonë psikolog, momenti kur njeriu fillon me dyshu në vete, me bo mu ballafaqu bëhet shumë më i fortë, a me bo mu të hjek bëhet shumë i dopt, është moment kritik, bëhet qysh, varet shumë qysh e trajton. Prej momenteve që mendoj se është në historinë islame që Hazreti Muhamedi shumë mirë ka lexuar këtë muhabet. Edhe ka qenë për shekullin e 7, që i ka trajtuar këto gjëra janë fenomenale janë. Betejën e Uhudit janë vrarë 70 dëshmorë. Tonë e dini, betejë edhe më shme. A dini që është një betejë mrapa Uhudit, kur nuk e kem shpjeguna? Hamraul Esed. A dini betejë mas Uhudit? Pejgamberi alayhis salam mas Uhudit u nis marrë në Medinë. Po nuk ka në Medinë. E ka shumë veç atë fush betejën, edhe ju ka thonë nesër, ke me dalë me luftu apet, veç s'ka drejt me marrë pjesë në luftë veç kur shukon në Uhud. E nesër transmetatat nën plagë kum pas. Nën herë më koni lëndu. Ai tjetër do t'i kum pas 7 plagë, ai do t'i kum pas 5 plagë. Kret me fasha me zavoja e ndal atje. Këtë me ndin parën kon. E ndal Hamraul Esed me i kallzuar mikut që halajim këtu. Sepse u bë për dy çështje, për dy arsye u bë. Arsyeja e parë është që mos me menu mushrik që përfundoi Muhamedi dhe me mendu ata për një sulm të ri që me përfundu historinë e muslimanëve. Edhe e dyta që po na vjen neve në temë është që pejgamberi mos me leju që muslimanët mu kthyn në Medinë, thym shpirtnisht edhe e kanë hub vetë besimin. Po dan mja unë gjallë edhe një herë vetë besimin e dhe jo, na munu me liftu, na jena të fort, na munu me dalë edhe një herë. Edhe për ata e ndalë dhejnë Hamraul Esed, një pozit, edhe i kanë parë miku. Edhe mushrik nuk e në këthy. Sja u ka marë menja, mushrikve, një dhujtarët me kësë, që musliman gjojnë forcë, mas Uhudit edhe një herë me u ballafaqu, ose një gatishmëri për mu ballafaqu edhe një herë. Për ata është një detaj shumë i rëndësishëm në psikologjinë islame, që pejgamberi alayhis salam mas Uhudit edhe një herë thirrë ushtrin veç ata që kanë luftu. Thjesht mos me ra mu rënu vetbesimi tyne. Ata mu kthy edhe një herë në Medinë, po me shumë njerëz të humbur, po jo me vetbesim të humbur. Nuk o gali me hub njerëz vetëm mos me hub besimin në rëndësi. Nuk o gali me hub një betejë, mos me hub betejën me vetveten. Kjo është një detaj shumë i rëndësishëm jetës. S'ka gali që i hub do betejë në jetë. Rëndësishmë është mos me hub betejën me vetveten. E hub betejën me vetveten është shumë e rëndësishme. Se ti mo kur s'ke mujt më ballafaqu me të lashët tjera. Për që ta edhe një herë po tham, është shumë temë me interes, për arsye se humbja ose mosbesimi vetvetes, ose dyshimi në aftësitë tua, ose ka më të bëjë më ballafaqu me problemin, dhe kemi më më fuqishëm skin, ose njëri, ose kemi të rrish me kohë dhe kemi dështu
në shumicën e jetës. A keni vret në detaje interesim. A besoni qindra njerëz më vesin shty ka shty martesa, dola me shik s'po di me folo, s'po di më gjin, mos më ka po dikur diçka. Nuk është kjo, po problemi është ke fillu me u vetbesimin. Është shumë e rrezikshme kjo, edhe për femrën edhe për mashkullin. S'ka më kërkosh kurrë. Shumë i mirë. Problemi është ke fillu me u vetbesimin. Edhe zot më të riq. A dini çfarë burra, mu s'o kam do kërkosh proces pelokit më vet. Shumë e rrezikshme kjo. Kjo është detaj shumë i rrezikshëm. Pra arsye se as ka bu kërkosh kurrë, asnjë problem se ki. Problemi është që s'duhet më nal dhe duhet me vazhdu sfidën, sepse po tërhiqe për këtij muhabeti, ki mundësi me të vërtet me met krejt jashtë skenës së jetës. Ky momenti dyshimit në aftësitë e veta njeriu, një hoxhë e kishton shumë mirë. Kishton është momenti ku njeriu gjinet mesin e shokëve, mesin e familjes, mesin e farefisit, mesin e kolegëve të punës, edhe për një moment e nin vetin që është më i dobët se tonë, është më i paditun se tonë, është më i pafuqishëm se tonë, edhe e nin veten inferior në atë moment, edhe e nin veten të vobekt, të shkret, nuk ja merr mendja as me fol, as me marr fjalën, as me kon. Thjesht e nin veten qysh si në fund bisht, në fund kerrit. Edhe çfarë është më e dëmshmja, që njerëz që e hupin vetbesimin nuk janë tërhec. Njerëz që kanë vetbesim janë tërhec. Imagjinoni një politikan i cili hyn në skenë të politikës edhe ka hup vetbesimin. A ja marr mendja që ka nera dikush me ngu? Në politik, nëse a dini pse se personaliteti që ka vetbesim është më tërhec, është më atraktiv, është më i këndshëm, është më i lezetshëm me ngu, me këshire me këtë. Njeriu që e hup vetbesimin është më nuk tërheq, është njeriu më i mbyllur. Nuk është më personalitet tërhec edhe praktikisht shpesh herë shkon nera. Për çeta muhabetet kanë që po bëhen edhe në televizion edhe në xhamia, gjithë ai diskursi i viktimës se në ina të shkrete, në ina kështu, domthonë shpesh herë është ka bën thjesht është ka mbjell atë islamin e shkretë, domthonë na ina çështë të shkretë jemi domthonë, edhe s'është islam tërhec ky. Ky nuk është islam tërhec. Për çeta dhe shumë njerëz irritohen me këtij diskursi. Kur na gjithë inferior, gjithë na jena dob, na s'dina, na jena gjynaqar të mëdhej, na jem kështu, domthonë gjithherë ai niveli i diskriminimit vetvetes ose e kem hub besimin dhe është rrezik me u kajtë si betejë. Personi që ka vetbesim është tërhec. Personi që ka hub vetbesimin nuk ka tërhec, nuk tërheq, nuk është atraktiv, nuk është i lezetshëm, nuk i sheh me nejt. Gruaja me bë me hub vetbesimin çka nera kanë. Lemo është njëri që është i dëshpëruar për jetës. Është njerëz që kanë vetbesim, që shpresojnë, ja u marrë që kanë aftësi dhe kanë mundësi për me sfidu problemet, janë më të këndshëm dhe jetohet me ta më lehtë. Kjo betejë e Uhudit është tema jonë sot pjesërisht, të pas parasysh se është një moment që u kanë rrezik muslimanët me hub vetbesimin. Sepse në Bedër fituam shumë, në Uhud u mytën 70 dëshmorë. Edhe ka marrë Kur'anin me trajtu sigurisht. Se Kur'anit kur po thonë Kur'an dërgjët për sitem Allah. Allahu i ka interesuar që nuk ka Uhudi betejë e fundit. Ka me qenë edhe shumë betejë tjera. Nëse jetë vetbesimi, s'ka gale që Uhudi. Kemi fituar betejën tjetër. Që kjo shkon, që shtu çdo është na me po jetën. Problemin që ti ke dështu, problemin që ti s'ke mujt me zgjidh, nuk është i fundit ky. Ti ke edhe shumë probleme. Tash analizo me trunin tan. Apo don thjesht me bot kapshëm këtë dështim edhe mos me koj fuqishëm bolla veçum me probleme tjera, apo do me te kalu këto dhe mos me hub vetbesimin. Por çeta ka trajtuar Kur'anin në shumë ajete, po në dy që apo na interesojnë neve është wala tahinu wala tahzanu wa antum al'alauna in kuntum mu'minin. As mos u perolni, as mos u nënçmoni, as mos u dëshpëroni se ju jeni më të lartë nëse jeni musliman. Çfarë ze? Është pas luftës Uhudit. Mos u nënçmoni, mos u dëshpëroni, mos e nini veten tolt. Ju jeni më të lartë nëse jeni besimtar. I yamsaskum qarhun faqad massa al-qawma qarhun mithlu. Nëse ju godet fatkeqësia, sprova, i ka godit shumë popull para jush sprova. Wa tilka al-ayyam nudawiluha bayna an-nas. Këto janë ditë të Zotit që i shëtitëm nëpër njerëz. Kjo që i ka ndodhur,
A keni pa pe momente kur njerëz të hupin vetë besimin se i mushet mendja se problemin që ai ka se ka kërkush në botë. 1 milion njerëz e kanë problemin tan. 1 milion njerëz e kanë problemin tan. Nuk e ti vetëm nuk e i pari as i fundit që ki problemin për gac. Njerëz e kanë kalu 1 milion herë kanë kaluar atë problem. Megjithatë duhet mi marrë dhe mostrat mi pa njerëz që kanë të kalu problemet ose mi pa njerëz që kanë dështuar dhe kanë marrë veten mbrapa dështimit dhe ka kurrë sukses shumë sfida tjera tjetër. Këto dy ajete në surën Ali Imran janë mundu me shërue thjesht besimin e shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pse e ka lënë Zoti? Një fjalë e urtë ish vetbesimi, tash nuk po thon me hub vetbesimin, po folëm çfarë vetbesimi. Vetbesimi është bindja se ki aftësi me fillu një punë. E gjatë punës përfiton fuqi të reja, mon energji të reja. Çfarë bën kjo? Kjo i bën që kur të kish një telash, një problem, kur ti qasësh një problemi, vetbesimi është me pas vetbesim me një startin. E në proces e sipër ki mundësi mu motivua dhe me pas, po mos me këshyr gjithherë funin, me këshyr, a mu i qasën s'ti problemi, po. A kam vetbesim është kur ki fuqim ju qasë një problemi, me startu. Sepse nëse të hub besimin, ti s'mon me startu. Ti gjatë rrugës, për shembull, keni parasysh, asnjë njeri prej neve, nashta nuk i ka krejt mundësitë dhe krejt aftësitë me të kalu një problem. Ato i fiton në proces, gjatë rrugës i fiton çto. Për shembull ti sot po do të bëni politikan. Nashta si politikani më ideal. Të vjen përvoja, të vjen koha me kriju një karrierë. E rëndësishme është ti me pas vetbesim me fillu. Edhe aftësitë tjera vijnë gjatë procesit. Po të nëse ti e shef funin gjithësysh, edhe i shef krejt proceset, atëherë të hiqesh edhe me start ke dështu. Që ky është kur njeriu e hub vetbesimin me startu një punë. Filloti. Po nëse aty 2 recita taravita në bakiçet 20, mos e kishim 20 pe fillimi se rrezik gjatë faljes dikon vjen ai energji, ai motiv edhe e vazhdon rrugën. Vetbesimi është bindja se ki aftësi me fillu një punë. Pastaj evolon mrapa. Gjatë procesit bëhesh i fortë. Gjatë procesit vjen energji, vjen motive, vjen shtyt. Gjatë rrugës e rëndësishme që ti ke pas motiv me fillu startin. Ulemoja kanë diskutuar pse Zoti ka lënë njeriu, pse i ndodh njeriu, çfarë do të më përfitu, çfarë është urtësia e Zotit në humbjen e besimit. Kanë thonë ulemoja njeriu me bonus me pas dobësim të besimit, kur një vet nuk i zbulon të metat. Edhe fakti që na ndo situata hupim besimin, kthehëm realisht me këshyr kapacitetet dhe mundësitë tona. Edhe kjo nuk na lën me pas besim të pru. Edhe për shembull, kjo tash na bën neve që me nxirr energji të reja që si kishin nxirr. Për shembull, ti keni njëri ka rënë herë në provë. Për pak u kon të hub vetbesimin. Që kjo humbja e vetbesimit e ka bën ato edhe në herë më kthyn skeni fuqishëm, edhe me nxirr krejt kapacitetin e tij për mu ballavaçu me çat provëm për kac. Domethënë, humbja e vetbesimit në situata të caktuara na bën me njoft gabimin ton, edhe na bën me ardh me energji të reja ose mu mobilizu rishtazi për me të kalu problemin. Çat energjinë që e nxirrën prej fundit pusit që e nxirrën, nuk e kishim nxirr mos na kish rreziku besimin. Për shembull, a ke po këta që janë mjeshtër. Mjeshtër është. Për shembull, e bën e sheh që po dështon. Çfarë dush profili? Edhe i vjen i nati që po të me dështu. Qa po atë, i nxet një porsysh dhe i fshin syt, i pin një 2 bulla dhe ai me gjithë qysh duhet me bokit detyre. Edhe kë kanosja e besimit e bën ato mu kthy fuqishëm edhe e qet me sukses. Por që ata kanë thonë ulemoja, humbja vetë besimit, nëse menaxhohet mirë, vjen me energji të reja dhe të bën më të fuqishëm jetë. Për ata është thjesht njëra prej mirësive të Zotit, që Zoti i mandueshëm ka leju ka në herë më randodh vetbesimi, topi mbetet me te na, a dinë na me menaxhu
situatën edhe me ardhur me energji të reja dhe me nxjerr thjesht fuqi që janë të brendshme edhe me to me funksionu për me të kalu të lashë. Janë dy reagime të çështja e vetbesimit, nga të tërthore zinjane e spjegu, reagimi ma i dështum është tërhiqja, largimi, unë s'moj e bëj këto. Edhe fillon, për shembull, unë s'di me ligjeru, unë s'moj e menaxhej një kompani, unë s'moj këto, unë thjesht e sheh një problem, fillon me dyshu në aftësi dhe tërhiqet me nuk e provon hiç, nuk e ka guximin fillu. Shumë që fjalia shumë me rëndësi. Vetbesimi është bindja se ki aftësi me fillu një punë. Edhe evolimi ose profesionalizmi vjen gjatë procesit. Tërhiqja, largimi është shumë i rrezikshëm edhe sidomos edhe në rrafshin social. Shumë njerëz që ka dështojnë ka martesa, kështu është se e ka humb besimin që mund me kanë një burr, mund me kanë një nanë, e ka humb besimin që mund për në me problem, do më bo problem, s'muj fejona, s'muj martona, e ka bo si psikoz, edhe ka humb vetë besimin këtë varë, këtë muhabet edhe ka fillu më të rreqë. Për shembull ti thue, unë e kom pas rase shumë, ka shty për shembull kësha shumë martesa, ti thue po është një rast se ka dështu një 10 raste, tash ti thue është një vajzë kështu ose është një djalë, kështu djali më janë, s'dën hiç me fillu më atë temë, se thjesht është s'po do më hiç me u qas asnjë sfidë tjetër, kjo është shumë e rrezikshme. Po na intereson neve qysh me shndru, domethënë atë humbje e vetbesimit në vetbesim ose në energji të reja, po dojna me trajtu normal kjo është tash që po folëm është rrafsh më shumë psikologjik. Psikologët thonë ekzistojnë 5 arsye që njeriu mundet me një veten, mundet mos me besu vetes për 5 arsye. Çdo 5 arsye ja vlen me i trajtu bashkë këtu. Arsyeja e parë është pse ka një tmet fizike, ose mos i tham tmet, po për ta është tmet fizike, nështë asë është tmet për shoqërinë, si çdo është më konsideru tmet, po fjala e tmet nuk po tham vetë gjustësisht, po nuk jam shumë i bitur që është tmet. Po ka një telashe fizike thjesht. Një hoxh më pëlqeu shumë te kjo puna e fizikës. Ai për shembull tha, imagjinoni unë po du me dalë për shembull, stash është emision dore, ose që unë me ju në xhami, me ma thjesht me spjegu. Edhe ty hi në xhami për shembull, çapo di mu ka përly kjo majice e bartu përpara. Edhe unë e vi këtu, kom përgatit temën, i kam konceptin krejt, unë bëhet psikoz kjo këtu. Edhe mu shtë mene që këtë një të këshyrë këtë pjesin këtu. Tash, adini qa, këtë dirësim hub mu. Mu më hub dirësim. Unë e hubi vetë besimin. Pse? Se të mund për shkak një problemi në fizik, në anën lëndore. Edhe tash, krejt psiqike jam, krejt aj kapaciteti jam më fokusu, qysh kini me po ju qatë problemi që më ka ndodhë mu, ose qatë përlyrin, ose qatë një losjen e asoj bluzës tem. A i thej ke paramenda ki me dalë në televizion ti, ty pi kafe në ata para se me dalë mi thonë lamit, i derë dhe të kafe jellaj 2 minuta du të me dalë. Paramendani kur delaj për shemë në 7 minut, jo se së është i pregaditun, a i pregaditun për emision. Po problemi tjetër është ai ka shumë të lashe me pamjen edhe tash krejt preokupimi ti është shikus ju shkan me këshyrë gjatë problem të caktuar. Për ata problemi kryesor, për i problemeve të humbjes së besimit është ndaj problem, ndaj defekt fizik. E ke pa për shembull ka do vajza pak si e zeshtë, me ai mushët mëne që të fshan kur i bëhet e hubre, për shembull kur del mu takumin e djallë, a në po dalë veç e zeshtë në mos nuk po më dhin, për shembull ju lakmon këty në shuqë që janë më të bardha sene, ajo nuk e din që shumë femna pak ajo ngjyra pak më e zeshtë, më atraktive sene, po thjesht ka fillu me u vetbesimin për shkak të një problemi që ose për shembull a ke pa shumë njerëz ka një problem ka njerë me mbi pesh ose shumë i dopt ose shkepon me një në kom pak ose tash çaja e bën një hub vetbesimin dhe kur del me dikan më taku gjithë një veten më diskriminuar ty pas parasysh të me të caktuar që ka. Ose për shembull është shumë i aftë, shumë i mëshëm, po kështu kur të pash stmush sy është më i vogël, është më i dopt, edhe ku ja komunizmi bohoj, nuk e mos si kështu tash,
Aty karrierën pa të fillu në fshat atje, ma bëshin hoxha e mirë dhe gjyqysh, s'pe mu shqyshim bre, hoxha të me konë pa. Atëre nuk deshim me angër shtu si hoqës. Po du më thonë, problemi fizik. Njerëzit e hupin shpesher vetbesimin për shkak të një telashe fizike. E dyta, problemet sociale. Qysh problemet sociale? Për shembull, dikush prej neve ka babën për shembull pak, për shembull smut psikisht. Ai ku del tash ka humbet besimin. Ai tutet ku të jenë për shembull sallë me shok, del me ful me një vajzë, del me njoftu me një vajzë. Tash ka gjithë atë tutën që atë kur të marrin vesh si baba pak psikisht mos po më diskriminojnë. Ose për shembull e ka një vëlla handicap me të meta. Ose ka një motër në shtëpi me sindromin Down ose probleme të ngjashme. Edhe tash e nin veten inferior, e hub vetbesimin çdo muhabet se unë te shtëpia kam një problem caktuar edhe njerëz kanë mundësi me më kesh kuptuar. E gabimeve fatale është kjo. Për arsye se ti jo kushtimisht njerëz gjithë kanë me ta kshyrë rrafshin social. Jo kushtimisht çdo problem që ke në familje është të trashëguar. Se ti mund me pas një vëlla që ka çalon ndaj problematik, që nuk ka trashëguar, ti mund me kanë këtë në rregull. Domthon, nuk përkundrazi do të mundi krenar që ti keni një njeri handicap në shtëpi, kshyrë, kujdesesh për ta, kjo mendoj që do të ta shtu vetbesimin. Edhe kjo do të më bë shoqënime të vlerësu ty, jo ti mundi inferior. Nëse ti keni bab që pas ka probleme psiqike, ti din me trajtu, ti din mu gjin me ta, ti din me thjesht me i të kalu statat, kjo për parësi jote, kjo është dasht me ta shtu ty vetbesimin, jo me ta paksu vetbesimin. Megjithatë, edhe në psikologji kjo mund me kanë problem, nëse nuk trajtohet mirë. E treta është problemi mungesa paras ose mungesa e mundësive materiale, edhe kjo shpesh ndodhet te burrat dhe te gruaja. Shumë burra për shembull e hub vetbesimin për me ndërtu një familje se në situata të saktura nuk mundi plotëson nevojat e gruas në aspektin material, nevojat e fëmijëve, edhe fillon tash për shembull me pa veten tepër në familje. Edhe për shembull fillon me pa veten pozicionin çfarë burri mund e pse, gruaja do të më dalë me punue, ajo me majt familjen në një met, kërkon herë që fillon thjesht mu tërhiq për jetës, të pas parasysh se ai mendon që masi është i zot i shtëpisë, u dash me pas rrogën e mirë, u dash me majtë, cilët e çelgojnë, u dash me dhon parën e ketëve më plotsu dëshirat dhe kështu e kish pa veten pak më bos. Po fakti që s'mund po i bën krejt këto tash nin veten, disim na zguxojmë mi bërtit gruz, as zguxojmë ja lyp një kafe. Nuk guxojmë ja lyp një kafe se ai e ka përshtypjen që të kisha pas parë me dhënë ja kisha lyp kafe. Po masis po kam parë, zguxoj as kafen me lyp. Fillon thjesht e hub vetbesimin se ajo është një burr, edhe ai nuk e din që një njeri për me kanë kryefamiljar, do të thonë që duhet me pas parë, se ai ka një 3-4 role tjera që nuk duhet parë aty, për me qenë zot shtëpie, ose për me kanë një bab, ose me kanë një burr i suksesshëm, nuk do të thonë që veç parë, ajo është një profili suksesit të një kryefamiljari. Po kryefamiljari ka edhe shumë profile tjera, ku mundet me tregu zot llokun e tij, ku mundet me tregu aftësinë e tij dhe talentin e tij, nuk ka kush veç te aspekti i financiar. Ka edhe një mori, do të thonë, fushash tjera që na mundëm me i shërby familjes edhe grusë dhe fëmijëve dhe kështu me radhë. Nuk është gjithçka ai profili i pasurisë ose dështimin e tij. E katërta, problem fizik, problem social, problem material dhe problem moral. Problemi moral është interesant. Problemi moral a dini ç'është? Ti për shembull e ke bënë gjuna. E ke bënë mëkat. Edhe tash ke fillu me dyshun veti. Pse mos pe din ta ç'kom vonë. Edhe fillon kada më të hiq për shoqënie. Ti për shembull ke tratuni bashkëshortën, ke tratu vllahun, ke bënë aspekt që është moralistikës. Edhe për shembull ti ke fillu tash mos mu largu pej skenës se duket vetë një farë tradhtari. Për shembull ka njerëz kur janë vetë këshyrin firma jo të ndershëm. Edhe ai tash për shembull ato i këshyrin veç kur vetë. Kur është me publik nuk i këshyr, po për shembull çat minutë kur ai ka këshyr një skenë në dytë, ose një skenë që s'është për mu shiku, mrapa kur dalë në shoqëni, tash e ka një telashe.
ai fillon me mendu që mos e ka hub besimin të shoqënia si u bën një far tratar, një far munafiku. Kur po vet po këshir kes, kur po është e atash shoqënia për një moment do më besu pa ai tërhiqet. Pse? Se ai e ka një far tutë që për një më mos kon fillu bre u bën një far munafiku dhe nuk shoqënia mo do më tërhiq pe me. Edhe rrjedhimisht priton me najt me njerëz. Por ata njerëz që bojnë gjunohe, sidomos në sheft, nuk kanë qef më me najt me njerëz, janë nishin kadar më tërhiq. Se nuk e shohin fort veten besnik me najt me shoqënin. Edhe i mushet menja sikur na pidim problemet e tyre. Ati që ashtu i duket që Zoti ja ka nxi fytyrën ose ja ka marr fytyrën edhe para publikut. Por ata problemet ki parasysh, për shembull, a dini që për shembull gruaja e ka buni gjest ka dash me tratu burrin edhe me znat ka kaluar problem. Edhe vjen tash ulet me burrin. E nin veten shumë keq. Sepse e ka mizën marrëveshje, ka një mekat që ka dash me boçat mekat tash nin veten shumë keq. Problemet morale munen definitivisht me na qit pe skene, edhe me na hub vet besimin, edhe me thon vetë unë jam tratar, unë jam munafik, nuk më ballavaçuna me jetën. Edhe problemi i katër është problemi i suksesit. Problemi të arritmeve. Për shembull, imagjinoni, ti e kanë me një shok pe klasës parë në bankë, e ke kry filloren bashk, e shkon të mesmen bashk, e ke kry fakultetin bashk, tash e këshyr. Ai shoku yt, po biznesmen, e ka kerrin e mirë, e ka shtëpinë e mirë, e ka punën e mirë, ti nuk i ki krejt ato, a në kuptimin e përgatitjes profesionale, afërsishin ja nis tash ti qëre, a din që ja nis tash ti me hu vetë besimin e mirëve, mune krejt si kyjem kanë, krejt njejt, bashkën e ka u buj malë në sens mujta me vaktën. Njeriu fillon me hu vetë besimin sepse nuk gjan suksese me cilat kish me ngushtu veten. Nuk gjan ai sukses dikon me thonë kadar se unë ku mbo diçka, edhe në ku marrit diçka. Të arriturat njët, që njeriu arrin me i prek, me i pa, ja shtojnë vetë besimin. Ka njëherë njeriu ka nevojë më nal me veten, me thonë çka kom bë brona, sa vjet ka 40-50, a kom bë në sa jetën, a kam ne far suksesi. Valla jo san, shoktu tu ton kanë kur sukses, ti as një gjë s'ke bë. Që ky rast, që ky moment mundet shumë një hut njeriu vetë besimin. Por që në qëtë moment, kur ti kujtohet që kjo, nuk do të me hu vetë besimin, po do të mja nis me kërku një sukses të ri me realizu. Por ata, në qëtë citat, në qëtë moment, kena nevoj me lezu surën el-Ikhlas, Kul huwallahu ahad. Sepse kaptina Kul huwallahu ahad, e ka një ajet, i vetmi ajet në Koran, Allahu Samed, Zoti është sovran, prej ti kërkohet ndihmë, ai s'ka nevojë për Samed, kur të përkthejnë në gjuhë, thojnë Samed është ai për cilin kanë nevojë të tjerët mu kthy në kohë të vështira. Samed është ai që është çaq sovran që tjerët kanë nevojë mu kthy të ai në momente të vështira ose momente të sfidave, ose në momente të ambicieve dhe aspiratave nalta. Për që ata kulevallahi është me lexu kulevallahi në sa 1/3 e Kuranit. Sepse ish dash na që aty me marë motivin, me u këthyte Allahu i manush. Nëse i referohem, për shembull, historisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, historia e pejgamberit alaihi salam, ajo faza kritike është mas Taifit. Kur shkon Taif edhe gjujnë me gur ata. Edhe është ai momenti kur për një me është rrezik mu cenu vetë besimi Hazreti Muhamedit alayhis salam. Mekë se për fillën, shkojnë Taif se për fillën, në rrugë, me të gjysë rrugës. Shtur në gjysë rrugës, delni me kas. Qaj me kasi e përmenum për ju në gjumon e funit, në atë gjumon tjetër, ai i dhujtar po burraj. Ai e shtrëngon kabilen, atë fisin e vetë, armatosën tonë, del jashtë Mekë, e merr Muhamedit alayhis salam, edhe e lajmëron Mekën. Hazreti Muhamedi është në kujdesin tim. Kujt jam mërmenja me prek, dinë që ka luftë me mua. Hazreti Muhamedi vjen, e bën tavafin të qapja, i fal 2 rekate, pa asnjë problem. Kurse ka harruar Hazreti Muhamedi gjatë tim. Edhe për edhe në betejën e Bedrit ka thonë ti shkon gjallë, ti sharë me lyp, me i liru këti kisha liru qëtara.
70 rrobt e Bedrit që I ka zonë, ka thonë me pas ardh ai arabi që më dha atëherë mbështetje, më marr sot më lut apo më liron çta këtë kisha liru. Çka I bën kjo? Kjo I bën që në momentin kur njeriu fillon me humbet besimin, ka nevojë për një mik I mbështetet Zotit, po ka nevojë për një njeri me të cilin diskuton haptas, I cili e motivon, I cili e jo njeri që I dëshpëron. Jo njeri që ta shton dëshpërimin, ta shton dobësimin e vetbesimit. Po njeri I cili ka vetbesim, o njeri optimal, për që ata krejt jetën e vet. Hazreti kur njët vet nuk ja ka rënu njerëzve vetbesimin. Imagjinoni çfarë edukate ka pasur Hazreti Muhamedi. Kur u shku dikon edhe ka nimi emën të keq. Emën. E ka emërtu prindi me emën të keq. Qysh me emën të keq? Pshan, a kena në emën dëshpërim? A kena dëshpërim emën? Kem na, unë kom një emën dëshpërim. Me konë gjallë Hazreti Muhamedi s'ka kish lanë që emën. Ja, kjo emën s'duhet. Më rokit emën. Me motivu. E si, kur thujnë emën të kesh, me emën të kesh se me sta emnat mëna ka a është emën një emën qitap, nuk ka qitap me emën, o gjemati muslimin, ka qitap me emën, ka emën me kuptim të mirë dhe ka emën me kuptim të kesh. Emën me kuptim të mirë është, du të me ngjit, emën me kuptim të kesh du të me ngjit. Kuj ma beti as, s'ka nëjë qitap të hes. Emën me kuptim të mirë, emën me kuptim të kesh. Emni me kuptim të kesh ngjitet, emni me kuptim të mirë ngjitet edhe u kry muhabeti. A arab, a shqiptar, a pakistanez, a bangladesh, si tërë muhabet është ai. Emni nuk e ka kuptimin e keq. Ngjitet mos u bregans për atë kur. Po I ka ndrua emnat, I ka thonë kjo emën dëshpërim, pikëllim. S'duhet kjo emën. Kjo emën demotivon ty, ta u vetbesimin, rroj emnin. Edhe sa për informacion, këtë emnat që janë konë me shta kuptimi ka ndrua Hazreti Muhamedi alayhis salam. Plus asajna, mon thjesht roli ti ka me u shtu njerëzve besimin. Bilali ka thirrë zonin, Hazreti Bilali. A dini çush I ka ardhur ideja me thirrë zonin? E ka një ty alivdu pejgamberi zonin e tij. E ka ndëgju, I ka mri lajmi që pejgamberi ka thonë Bilali çfarë më kënaqi zoni Bilali. Tani ai e ka motivu kjo, dhe ai mo tani me 4 zvëshnike ka thirrë, e ka ngjall kjo. Khalid ibn Walidi ka thonë pejgamberi alayhis salam Seifullah. Ti je shpata e Zotit. Çfarë ditë që I ka thonë shpata e Zotit? Taj për më u po shpata e Zotit. Domthon është më rëndësi na me gjet njerëz në jetë. A ke pa për shembull prindi çush e myt fëmin. Kur të merr me çertu ti s'den, ti je budall, ti s'mson, gabem atë ti e tyr, ai edhe kështu në krizë. Është shumë e rrezikshme kjo. Sidomos profesor, xhallat, prind, njerëz që janë pak që kanë dikan kujdes, që janë në kujdes, do të shumë me pas kujdes të temave të besimit, se ti me dur tonë rënë njërin, ti me dur tonë shkatron njërin. Njeriu I meqëm, që jo lider, që dënë me eduku njerëz, kur t'ja e skanon njërin e skanon, I bën skan edhe e këshyr. I ka 70 senet këqia, 30 I ka të mira. Ai nuk janë nisë me diskut të këqia, ai janë nisë veç të mira. I merr ato I rrit, edhe me to I lufton të këqia. Qysh ndryshme, a më falë, a mundet dikush në lem 2 jam ma spjegu, qysh luftohen të këqia. Kur ai merr janë numëran 70 aty edhe çato 70, çato shumë fryen, s'do këna 30 më. Ose që po fulum me numrat më. Unë I kam 3 cilësi të këqia, I kam 5 të mira, ose 5 të këqia I kam 3 të mira. Qysh me luftu do të këqia? Ty rrit mirat. Ty promovu të mirat. Shumë është. Imagjinoni për shembull Hazreti Muhamedi për me ka qenë njëri gjenin këtë drejtim. Por njëri për shembull ka pi alkool 4-5 herë, ka bëu gjuna. Ja kanë marrë kanë dënuar një herë, 2 herë. Në fund I ka thonë joni Allahit mallkoh, po sa apo bin alkool e tranue, I ka thonë mos e mallkoh. Pse? Ka thonë ky njeri don Allahun dhe pejgamberin. Tash çfarë është kjo? A dini çfarë është? Kjo është që Hazreti Muhamedi ka një gjuna sa para vetit, është ka dënuar për një gjuna, po ky gjuna çore ka një të mirë. Edhe or muhabeti më çel tema ti, mos pala ka përmend të mirën. Ja përmend të mirën, edhe po I thotë, jo mos e mallkoh. Ky njeri don Allahun dhe pejgamberin. Kjo është sa një mirë. Domthon ideja është që me mujt me prodhu njerëz që shtojnë vetbesimin, edhe njerëz të cilët në mesin e këtyre të në therrave, para se me I hip mi prej therrat,
shkojnë aty te ajo lula, aty krejt rreth thera bërllak, shkojnë te ajo lula aty, ja krijojnë një farë ambienti, ajo rritet, edhe që të rritet sensun I bojnë therat. Që këta bujqen, kjo është çështje bujqësie. Ai mistri, kallamoqi, ai bari e pengon vetë sa të është I vogël. Kur të rritet mo, s'ki nevojë me prashit mo, urret ai, nuk e pengon mo bari. Çashtu janë të mirat. Të mirat na kena nevojë veç me kriju hapësinë, ato mu zhvillu natyrshëm edhe vetvetioja një kopë ju ka vetë minu. Inshallah don Zoti që na me kon të kujdesshëm, jo vetëm me neve, por na mundemi të kontribuojmë shumë njerëzve. Për ata dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka luajtur shumë rol këtë drejtim. Vazhdimisht ja u ka shtuar njerëzve vetbesimin. Edhe mos të bëhom na sebeb që dikush me hub vetbesimin për shkak një predikimi ton, për shkak një çështje negative ton dhe njeriu për shembull mi thonë se ti kur një tonë s'kemë kalu këtë problem. Ka profesor që I thotë çështë studentit. Dhe apo bëhet më kjo është unë s'dimo a jeti profesor, apelon në rolin e profesorit, apelon në rolin e gjykatësit me I dënu njerëz dhe me etiketu njerëz. Faleminderit shumë, Allahu ju shpëlbej. Selam aleikum.